Në shkelje të ligjit, pronarën e kapin paranoja, taj sa nis të dyshoj për qëllimet e ish-punonjëseve që sapo i kishte flakur në rrugë. Mund të zhvishni të paksa se keni qipa në përçantat edhe ishni telefonat. Ne ngelëm me gjithë të shoqen time. Ne kishte bërë dhe rroba gati, ne kishte nxjerr poshtë. I thash Paridit, të lutem, i thash, na ndihmoj, se jemi krye familjare. Do mundohem, tha. Megjithatë do flas me mamin, kjo thot. Jo, tha, s'ka si punë, tha, të hikin, tha, të zhduken, tha. I thash, nuk di, për të drejtat e mia do ta çoj deri në fund. Ne kemi punuar me mishe me shpirt, ja kemi mbajtur klinikën më mirë se vet kur s'ka qenë. Për te këtij pushimi nga puna prej sot nesër, zonjat për vite me radhë janë përballur me një palishmëri që do t'i dëmtonte direkt ato. Gjithmonë ja kam kërkuar lekët, na i hidh në bank, jo nuk i hedh, jo nuk i bëj, sepse kur janë lekët në bank, ka diçka favore më shumë se sa ti marrësh lekët në dorë me zarf. Ka favore të tjera, jo nuk mundem. Prape pranum da diçka. Unë kam bëllafe gjithmonë për të mirën e punës. Rrogat i kemi marrë pa bankomat, i kemi marrë gjithmonë në dorë. Sa pagueshit? 550 të vjetra. E theksojmë, të gjitha në dorë. Si është raporti juaj me të moshuarit në qendër? Shumë i mirë, shumë i dashur, sikur janë familjarët tonë. Se e kishim marrë përsi për atë punë, ta bonim me zemër, me shpirt. Gjithë Covidit kemi shkuar në këmbë, nga uzina traktori deri në qytet Studenti, dhe një 5 lekë shpërblim s'no ka dhënë në atë punë. Dhe kur vje fundi, të hedh në rrugë sot. Për te i përkujdesjes së sanitarëve dhe raportit të tyre me të moshuarit, sipas këtyre zonjave, gjendja në ambientet e brendshme të azilit linte shumë për të dëshiruar. Kishte nga gjitha llojet e smurve aty, plus me ndor, plus me kateter, me plag, mbanim doreza, një maskë dhe aq. Gjitha të smundjet kishte aty. Ta shikote funde me fillon dhe ca infeksione. Tani sa më shëru kjo pjesa këtu ke syris, më doli një të syri, të duarit i kam, ja si i kam duarit. Nësa ju çfarë thonë këto zonja është e vërtet, në këtë strukturë nuk kemi vetëm situatën e largimeve të padrejta nga puna, apo pagave të dhëna kesh, sepse mungesa i gjenës, apo qëndrimi në të njëjtin ambient i të moshuarve me probleme të shëndetit mendor, janë hall më vete që në një vend normal do të shkaktonte mbylljen e menjëhershme të këtij aktiviteti. Por le të kthehemi edhe një herë tek problemi personal i këtyre zonjave, të cilat si shtan vet janë larguar nga puna me një telefonat. Na tha firmosni që po largoni me dëshirën e juaj nga puna. Unë i thash do e kërkoj të drejtën time deri në fund. Unë kërkoj dëm shpërblim nga ai. Pse na ka ish nga puna? Kërkojmë të drejtën tonë. Një e drejtë që u mohot për 3 muajsh. Ndaj për të kuptuar si qëndron e vërteta, shkuan vet në azilin Joshua Center, por nuk ishte e shkruar ta takoni me herën e parë drejtoreshën. Dyert ishin të mbyllura. Punojësit aktuale bënin se hir nga dritarët, teksa shihnin ish kolegët duke pritur të takonin drejtoreshën. Ndërkohë që kjo e fundit, u byll brenda duke shmangur ballafaqimin me Adrianën, Mimozën, Dhuratën dhe Meribanin, të cilat qëndronin jashtë portës së hekurit, në pritje të një përgjigjeje. Kështu që shkuam sërish pak ditë më vonë, por në njëjta situatë, dyert e azilit ishin të mbyllura. Askush nuk ta dha mundësinë ta sqarojmë situatën. Në këto kushte, vendosim të telefonojmë administratorin e Joshua Center, zotin Parit Treska, i cili është djali i drejtoreshës. Alo, po. Zoti Parit, si e? Po, si jemi? Mirë, faleminderit. Jam me Don Kuqi, gazetar nga Pirania. Po. Jemi këtu tek azili Joshua Center. Çfarë do nga ne? Duam një përgjigje nga ju. Përgjigje për çfarë? Por 4 zonja që janë të pushuar nga puna me pretendimin e tyre Janë hequr me shkelje. Janë hequr me shkelje nga puna. Po e keni shkel kodin e punës jo? Më dëgjoj pak, më dëgjoj ti tash i Piranjave dhe kushdo që ti je duke shkelur ligjin. Okej, prandaj hajde na i hap derën që të sqarohemi dhe ma tregos se ku e kemi shkelur ligjin. Po mos hajde më te dera se do lajmërojmë policinë po them. Okej, mund ta lajmërosh nëse ti mendon se ne kemi shkelur ligjin, po ju ai keni shkelur ligjin duke i pushuar brenda natës. Ligjin e keni shkel ju. Adriana ka 26 vjet që punon me ju, zoti Parit, dhe nuk mund të hiqet brenda një nate. Ka punuar pa kontratë pune. Ti në këtë situatë ti je as loje fare. Po a në lidhje. Zhduko dhe mos merr telefon. Me këtë arrogancë, unë do të mentohesha gjatë nëse do ta çoja gjyshin në strukturën e këtij zotërie. Sidoqoftë, për të sqaruar një herë mirë zotin Treska dhe të ngjashmit e tij, ne nuk zhdukemi kollaj. Për fatin e keq të tyre. Ndërkohë, Adriana dhe shoqet e saj qëndrojnë të dëshpëruara pas dyerve të azilit që i kushtuan vitet e jetës, në pritje se dikush do të flasë me to.